Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda zhvilloi një takim me një prej delegacioneve të larta të Ministrisë së Brendshme të Italisë, kryesuar nga komandanti i repartit të tretë të operacioneve të Komandës Përgjithshme të Guardia di Finanza, General Brigade Luigi Vinciguerra, drejtorin e shërbimit për bashkëpunim ndërkombëtar të policisë, General Brigade Jani, dhe ekspertin e sigurisë pranë ambasadës italiane Salvatore Gava, si dhe me përfaqësues të zyrës ndërlidhëse të Interforce në Shqipëri dhe komandantin e Guardia di Financës, ekspert të fushës. Takimi në fjalë kishte në fokus koordinimin për fushatën e re të monitorimit ajror të territorit për vitin 2025, si pjesë e përpjekjeve të përbashkëta për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike. Mes palëve u diskutuan masat konkrete për intensifikimin e veprimeve parandaluese dhe përdorimin e teknologjive të avancuara të mbikëqyrjes. Drejtori i përgjithshëm vlerësoi bashkëpunimin e ngushtë me autoritetet italiane dhe theksoi se lufta kundër kultivimit të kanabisit mbetet një prioritet absolut. Monitorimi ajror, inteligjenca policore dhe bashkëpunimi ndërkombëtar janë çelësi i suksesit të përbashkët, theksoi Proda. Ndërsa generali Vinciguerra vlerësoi përkushtimin e Policisë së Shtetit dhe theksoi se rezultatet e deritanishme janë fryti i një partneriteti të fortë. Ai siguroi se Policia Italiane dhe Guardia di Finanza do të vijojnë mbështetjen me burime teknike dhe ekspertizë për rritje të efektivitetit kontrollit të territorit. Më pas, delegacioni italian së bashku me drejtorin e përgjithshëm inauguruan laboratorin për përpunimin e të dhënave të monitorimit ajror, i cili është ngritur nga Guardia di Finanza në ambientet e Policisë së Shtetit. Në përmbyllje të komunikimit, Policia e Shtetit thotë se mbetet e angazhuar për të forcuar më tej operacionet parandaluese dhe për të goditur çdo tentativë për kultivim të bimëve narkotike. Tashmë aksionet kanë nisur dhe rezultatet e para po dëshmojnë se në territor mbjedhja e kanabisit është prezente.